Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jalla Shanuhu thot: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni Allahun dhe mos I bëni shok atij. Fillon ajeti. Adhurojeni Allahun dhe mos I bëni shok atij. Fillimi I ajetit tregon se baza e çdo sendi në këtë botë është me adhuru Allahun. Temeli I njerëzimit, temeli I ecjes përpara, të kuptuarit e jetës dhe të kuptuarit edhe pas vdekjes është me besu Allahun. Allah ka thënë Kur'an: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allahu me I bëj shok dikujt Allahut s'ka s'ia fal. A krejt tjerat nëse do Zoti ja fal. Pra çdo gabim njeriu që e bën gjatë jetës së tij, Allah ka mundësi ja fal. Ai që I bën shok Allahut, kjo si falet atij. Për këtë arsye Allahu neve na mëson dhe thotë: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni Allahun dhe mos I shoqëroni atij asgjë. Kjo pjesa e dytë don pak një koment. Me adhuru Allahun po, mirë po gjatë adhurimit të Allahut mos me I bo shoq atij. Si kuptohet kjo? Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Mas shumë të që I frikua momentin tim është shirku I vogël." Cili është shirku I vogël? Ka thënë është sy faqësia. Me I bo senet për njerëz. Kjo është një shirk I vogël. Kjo është me adhuru dikon bashkë me Allahun. Runa zot, si mund të ndodhë kjo? Unë po jap dikuj po kam qef me mpa njerëz. Unë po I ndihmoj diku po kam qef edhe për hatër të Allahit edhe për hatër të insanit. Kjo është e keqe vëllazëni. Kto s'bën me pas musliman. Duhet mu përcaktu dika. O për hatër të Allahut, o për hatër të insanit. Allahu po na tregon në mënyrë urdhërore: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni Allahun dhe mos I bëni shok atij në adhurimin që e bëni ndaj Allahut Jalla Shanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pyet Muaz ibn Jabelin dhe I ka thënë: "A din se cila është e drejta e Allahut ndaj robëve të tij?" Pak më e kuptueshme. Pejgamberi ka thënë Muaz ibn Jabelit: "A din se çfarë obligimi kanë njerëzit ndaj Allahut?" Muaz ibn Jabeli ka thënë: "Allahu dhe I dërguari I tij e din." Pejgamberi ka tregu, ka thënë: "Obligimi që njerëzit e kanë ndaj Allahut është mos me adhuru askon tjetër përveç tij." Pra me I bëj ibadet Allahut, me ju nënshru vetëm Allahut, ky është obligimi joni vëllazëni. E tash nëse kem drejt me thonë kështu, pejgamberi son vazhdon, zot, e tash a dini se cili është e drejta e Allahut ndaj robëve të tij? Sepse s'mund të thonë cili është obligimi I Allahut ndaj neve, se Allah nuk obligohet, mirë po nëse neve adhurojmë Allahun, atëherë e drejta e Allahut ndaj neve është mos më na dënoni neve. Këtë e thot Muhamedi alayhis salatu wassalam. Nëse njerëzit e adhurojnë Allahun, Allahu ka marrë obligim dhe përgjegjësi mos me I dënu ata. Vazhdon këshilla e dytë e këtij ajeti. Pra, temeli u vendos. Përmi temel, çka dohet? "Wa bil walidaini ihsana", dhe me prindrit me usill mirë. Këshilla e dytë e ajetit 36 të surës Nisa, me njëherë pas adhurimit ndaj Allahut, nëse kem drejt me thonë kështu, tulla e parë që vendoset mbi këtë temel është me prind me usill mirë. "Wa bil walidaini ihsana." Pas temelit, nëse dëshiroj me ngjit një pllomb analt, është me prind me usill mirë. Kështu po na mëson Zoti. Në një vend tjetër në Kur'an Allahu ka thënë: "Anishkur li wa li walidayka." O njeri, që I ke besu Allahut, të jesh mirë njës ndaj Allahut, edhe nuk ka kur farë pengese masanajtët "wa bil walidaini", edhe ndaj prindve të. Me njerë mas Allah që duhet me respektu dhe me nëru, duhet me respektu babën dhe nanën. Kështu në më të në feja islame. Prandaj, ata që pretendojnë se fëmijës mos milan në orë në gjami, se mësojnë gabim, a gabim është kjo? A gabim është me vut këtë ajet kuranor me shkru në tabel në razej, Zoti thot: "Adhurojeni Allahun me prind sill në mirë." Allahu përthët.
Kjo është diçka që të flenë zemër ty dhe mu, edhe fëmijëve, ju qëndiset zemër. E është një fjallë arabe që kanë thënë se mësimi në vogli është sikur se ke naqshi fil hajar, është sikur se me gdhem nguri. Ajo shka gdhem dhe nguri jetë ashtu. Jo në këshillat mira vëzni. Allahu xhallashanuhu me një ajet tjetër, kur jemi këtu të respektin dhe i prindve, ka thonë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër kënd posti. Urdhën i prerë është kë, me një herë që të sillni mirë ndaj prindve. Pastaj, pas adhurimit ndaj Allahut, edhe respektin ndaj prindve, ajeti 63 i surës Nisa na mëson neve një këshill tjetër. Dhe thotë: "Silluni mirë ndaj të afërmve." Pra, me besu Allahun, me i respektu prindrit, pastaj një hap ma larg me shku, me i respektu të afërmit. Është urdhën i Allahut, me i respektu të afërmit. Dhe gjoni Muhammedin alayhi salatu wassalam çfarë thot? Lëmosha që i jepet sadakaja, pra që i jepet një të varfrit, një të ngratit, është vetëm lëmosh sadaka dhe ka shpërblim te Allahu. Kurse lëmosha që i jepet një të varfrit, e që është një lidhje të afërt me ty, ajo është 2 herë sadaka. Pra një sadaka që ti do me dhon një të varfrit, për hatet Allahut ki shpërblim. Mirë, por shpërblimin e ki 2 pesh nëse ai që ti ja jep sadakan dhe ndihmon është i afër me jyti. Se mi lidh marrëdhëniet me vetë. Mi fortu lidhjet me vetë. Pastaj Allahu xhallashanuhu na mëson dhe na porosit që pasi që të adhurojmë Allahun, të respektojmë prindrit, të respektojmë të afërmit, shkojmë edhe pak më përpara te ismi. Wal yatama, të sillni mirë me jetimet. Me usill mirë edhe me jetimet. Atyre të cilve ju ka vdek ai i cili përkujdeset për ta, prindi. Ata të cilët për çdo fesë ndoshta e kanë mall ato. Ata të cilët gjithëherë ndin veten keq derisa të bëhen zot e vetes. Allah po na porosit që me usill mirë me ta. Kjo është një ecje përpara. Pastaj Allahu xhallasanu na porositot wal masakin, të sillë mirë edhe ndaj të varfërve. Të sillemi mirë ndaj të varfërve, të ndihmojmë nëse kemi mundësi. E ndihma nuk është vetëm ndihmë materiale, por edhe një fjalë e mirë sipas Kur'anit është ndihmë. Edhe një fjalë e mirë thot Allahu, edhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është sadaka. Nëse nuk ke mundësi të ndihmosh vetëm nga aspekti material. Pastaj vazhdon ajeti 63 ku Allahu na këshillon dhe thot: "Wal jari dhil qurba wal jari al junubi." Të sillni mirë edhe ndaj fëmijëve të afër, edhe ndaj fëmijëve të largët. Ali ibn Abi Talibi nga Ibn Abasi e ka komentuar këtë pjesë të ajetit në usill mirë ndaj fëmijëve që e kem afër edhe ndaj fëmijëve që e kem larg. Fëmijë apo koqësia është koqësia. Koqësia është ajo që e ke afër. E çka sinjalizon ky ajet? Çka jep me kuptu? Fëmijë i afër është ai koqësia që edhe e ke afër edhe e ke prej gjakut. E koqësi i larg është ai koqësia që e ke në mes, po se ke nga gjaku kur gjan. Ndaj të dyve duhet me usill mirë, po thot Allahu xhallashanuhu. Ndaj të dyve me usill mirë. E për këtë i kemi disa hadithe që i ka prua autori i librit Ibn Kathirit, disa hadithe të pejgamberit al-Islam, lidhje me fëmijën dhe çfarë obligime dhe të drejta kemi na ndaj koqësiut ton. Pejgamberi al-Islam ka thënë: Gjibrili ju e dini se është meleku më i madh që ka sjell shpalljen të gjithë pejgamberëve, edhe Muhamedit alayhi salatu wassalam. E pejgamberi thot, Gjibrili vazhdimisht më ka porositur për fëmijën, për koqësinë. Vazhdimisht më ka porositur 23 vjet derisa ai ka zbrit shpallja e pejgamberit. Para mendoni, 23 vjet pejgamberi nuk e thot këtë 23 vjet, po thot vazhdimisht më ka porositur për fëmijën, saqë një ditë mendova se a thua fëmijë pas ka drejt edhe me trashëgu njeriu në pasuri. A shumë me ka porosit për fëmijën, sillo mirë ndaj tij, kujdeso mirë, mos i bëj